Kur nuk kemi pasur të rinj dhe burra gra që dashurohen shpejt. Kur nuk kemi pasur martesa që shpejt dhe të shpesh shkurorzohen. Kur nuk kemi pasur kaq çerdhe me pak fëmijë. Kur nuk kemi pasur mundësinë që të arrijmë tek një njohuri të shpejtë e të lehtë. Kur nuk kemi pasur që të udhëtojmë me aeroplan në çdo vend të botës, shpejt dhe lehtë, interesante. Të gjitha këto janë begatit e Zotit që ai neve na ka dhënë. Por a keni menduar pse nuk dim t'i shfrytëzojmë? Pse nuk dim këto begati të Zotit t'i shfrytëzojmë? Përgjigjja ime për juve është sepse e kemi humbur lidhjen, dashurinë, respektin, flijimin, sinqeritetin ndaj adhurimit të Zotit. Ai të gjitha na dha e ne e harruam atë. Prandaj kthehuni Zotit dhe falenderojeni për këto begati. Mos harroni, bëni like, share. Momentalisht gjendemi në Bregdetin e Durrësit, Shqipërisë pra.